Mirë, po kjo sqarim është pak zhgënjys edhe për gjitha pritjet e opinionit publik nacional për faktin se gjitha aspektet nacionale, interesi nacional, rrethanat gjeostrategjike, autoriteti ndërkombëtar i Kosovës, edhe interesi i qytetarëve të Kosovës për stabilitet institucional e kërkon konstituimin e detyrueshëm të gjitha institucioneve tona shtetërore. Dhe pikërisht kjo situatë, ky ngurrim i partive që ta nominojnë një person të dytë, jep mundësi partisë në pushtet natyrisht që të mos e thirrë konstituimin mbledhjen për zgjedhjen e presidentit, për faktin se sipas rregullimit ton kushtetues, në zgjedhjen e presidentit duhet të kandidojnë 2 kandidatë dhe ata duhet të sigurojnë në nënshkrimet e së paku 30 deputetëve. Në këtë drejtim, si partia vetëvendosje, e cila është më e madhe, së bashku me koalicionin e vet disponon me numrin më tepër se 60, dhe ata kanë pas mundësi që të nominojnë ashtu që kanë praktikuar edhe partitë e më përpashme një kandidat serioz, cilin e kanë orientu ka zgjedhja e tij si president, dhe kandidatin tjetër vetëm figurativisht që t'i bën të krijon kushtet kushtetuese për zgjedhjen për votimin e zgjedhjes së presidentit. Do të thotë mirë, po edhe partitë opozitare nuk kanë ofruar një alternativë caktuar për zgjedhjen e një personaliteti si president eventual. Dhe në këtë drejtim, sipas rregullimit tonë kushtetues, por edhe dispozitave tjera, gjykimeve tjera të cilat i referohen kësaj çështje, kryetaria e Kuvendit nuk ka të drejtë që ta thirrë Kuvendin pa u siguruar 2 kandidatë. 2 kandidatë. E potencon edhe Agjiu. Po, dhe kur sigurohen 2 kandidatë, atë natyrisht duhet me u bë verifikimi i tyre nga Komisioni i Përkatësisë i Parlamentit dhe atë shkohet në mbledhjen natyrisht të Parlamentit për votim. Për ndryshe, nëse do të kishte vetëm një kandidat dhe në qoftë se ai do të arrijej të votojë, do të ishte antikushtetuese siç ishte edhe në rastin e Pacullit, apo jo? Jo, është shkelje kushtetuese, nuk duhet detyrimisht të jenë 2 kandidatë. Shikoni, edhe rregullimi jon kushtetues dhe sistemi jon demokratik e imponojnë detyrimisht nevojën me pas një kundër kandidat. Nuk ka vetëm një kandidat, absolut nuk ka në shtetet demokratike, mirë po është parim i natyrisht i rregullimit thelbësor të institucionet demokratike që të ketë edhe një kundër kandidat, dhe natyrisht Kosova dhe parlamenti, por edhe deputet disponojnë me mekanizma të tillë. Ka Kosova mjaft figura denja të cilat kishin me mujt me prezantuar ose me konkurruar në këtë drejtim. Dhe interesi nacional ka qenë qoftë se partia